Është zhvilluar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë së Krujës një tjetër fazë operacionit policor të koduar tracking. Si rezultat i këtij operacioni, policia ka bërë me dije se në fshatin Zallë të Fushkrujës është zbuluar një sasi armësh dhe kanabisi, i cili përkiste ylli i Zallës, personazh i njohur që është në kërkim prej nëndorit të vitit të kaluar. Në shtëpinë e 49 vjeçari Zalla u gjendën 3 armë zjarri, 24 kallepë tritoli, 11 granata dhe 6 kg kanabisi. Gjithashtu, thekson policia në njoftimin e saj, janë gjendur edhe 9.000 fishek, 2 silenciator, si dhe uniforma të shumta policie. Materialet e tjera të sekuestruara kanë qenë sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim, të montuara me kapsolla detonatore, fitila zjarr përcjellës, 5 ndezësa granatës, 74 kapsolla detonatore, 19 mbështjellje sferike C4, 11 kallepë dinamiti, 27 djegore, uniforma dhe sende të tjera të kundërligjshme. Në vijim të veprimeve procedurale, për rastin u shpall në kërkim shtetasi Ylli Zalla, 49 vjeç, i cili nga hetimet e para dyshohet se është posedues i tyre. Blu theksoi se po punohet intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e këtij shtetasi. Ndërkohë, në drejtimin e prokurorisë po vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që dyshohet të jenë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.